së bashku me prefektin Bemblushi dhe pikturat e Vangjurshmios mbas 2 muajve ishi në zyrën e Somjadhit, prefektit të Greqisë. Ky është Niko Beleshi e sot i Raqfilua që po i bën termën Korçës, po shkatron të gjithë kulturën shqiptare, identitetin tonë kombëtar. Me ka dojmë në Europë, me ka dojmë, me Raqë këndojmë, apo me Niko Beleshin që ka firmosur varrosjen e të gjitha trojeve malore nga Voskopoja, nga Vitkuqi, nga Pobështica, me një plan për të na sjellë këtu pushtus të tjerë, që nuk i kemi pushtus. Korçarë, griuni sa su nuk është bon. Niko Beleshi, sot i Raqfilo, Edi Rama, Koço Kokdima, e futën në burg Gjergjitimon, i vodët 650 ikona të një muzeu të lishëm nga shteti. Po ku janë? Unë mi rajtuti. Po ku janë tashi? Ku janë Edi Rama? Ku janë? Janë në Tony Blair i dhurata, janë në George Sorasi, i shkune zemrën kulturës shqiptare me koleksionistin Gjergjitimo. I dhe policisë të Korçës, ka 4 ditë që ruan shtëpinë time në stop, nuk të ka fri koleksionistin Gjergjitimo. Unë kam përballje me Bajlozin dhe me krye kalbësirën e Tvin Kristaj Shrama, si hajdut, trafikant ikonash dhe bandit që ka vjedhur shtetin me identitet tjetër të ndryshuar në vitin 2002 për të shpëtuar të shkuarës së tij kriminale. Ku je SPAK? Ku je ambasada amerikane? Ku je Këshilli i Evropës? Ne e duam Shqipërinë, por më shumë duam Korçën, të pasuri kombëtare që na i lanë të parëtar. Korçën e dua shumë, e përshëndes dhe i them policisë të Korçës se njerë, larduar nga shtëpia e koleksionistit Gjergjitimo. Keni në stop, po e ruani, nuk ja u ka frikën, su ngopët me mua, në burg më futët, i faktë miokardit, i sheni, i sufishencë kardiake, 25% të zemrës, funksion, kempin ma pretë, tashi e s'po më lini ramë, ju më polica nga i po, se kishte 3 polica këtu, tashi ndoshta e për 3 civil. Korça po monitorohet në mënyrën më kriminale nga Niko Beleshi, sot i Raqfilua ka ngritur zyrë me patronazhistë që klasifikojnë të gjitha informacionet. Pastaj, në qovë se nuk ja arrin dot, Niko Beleshi, sot i Raqfilua, kanë mbi 12 veta me pagesë të pashpallur nga Bashkia e Korçës, nga Këshilli i Ministrave, ja kaloj në drejtorisë të policisë të Korçës, shiku të Korçës, 2 akte kriminale, 2 banda, po akuzoj shikun e Korçës, policinë e Korçës, Bashkinë e Korçës, si grup i strukturuar kriminal që vepron karshi qytetarëve të Korçës. Korça ime ju dua shumë.